Pas sulmit të Banskës, ata shpërblejnë Serbi me gjysmë milioni për renovimin e vagonave. Nuk e di ku po mshefet Albini. Këto seancat e paftuara nga lëvizjeve të vendosje dhe nga zoti Dehari, i përkthjeluri i zotit Albin Kurti, i cili zgjedhet qëllimisht si deputet në mënyrë që të jetë bllokuesi i seanca. Mu më vjen keq për figurën e zotit Dehari, që po e lun këtë rol që dy mandate apo 3 mandate, edhe që po bëhet bllokues i konstituimit të kuvendit apo edhe shkels i kushtetues së Republikës së Kosovës. Albin Kurti nuk mundet me u fsheh pas petkut të patriotizmit apo atë flamurin që po e vendos aty para seance, ndërsa me atë flamur janë varros shumë heronj të Kosovës, janë varros shumë dëshmorë të Kosovës, ndërsa zoti Kurti e qet atë flamur para seancës ose para vendeve ku ulin lëvizjave të vendosje, ndërsa po e shifni pazarin që i bën me Serbinë. Mos flasim për 1 miliard euro duke blerë rrym prej Serbisë, ndërsa ky skandali i fundit që dul nga Aleanca, pas betejës ose pas sulmit të Banskës, qeveria në mënyrë që t'i vendos taks 100%, sikur se i pat vendos zoti Ramush Haradinaj, ata shpërblejnë Serbi me gjysmë milioni për renovimin e vagonave. Dhe ndërsa këtu flasin edhe akuzojnë të tjerë që kanë bashkëpunu. Jo po bashkëpunoni me Serbinë, edhe Albin Kurti po bashkëpunon me Serbinë, edhe sheni atë bisedën e famshme, kur zoti Radojqiqi ka qenë i kërkuar nga organet e drejtësisë, ka qenë i shpallur në ngrata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërsa këta kanë pas komunikim të mirëfill përmes zonjës Kusari Lila për të mos u përfshirë veteranet e luftës në ligjin e pagës minimale. Nuk e di ku po mshefet Albini, apo ku është, ose çfarë planesh po bën. Po s'është problemi Albin masi po don me tërheq ose me udhëheq me krejt qeverinë. Nuk e ki problem të mirrit edhe digasteret ministror, sepse herën e kaluar, nga 13 ministri, i ki bon 19 ministri. Dhe tash nëse po do me gjetë partner, dhe s'po mundesh me sistemu ata militantët e tu që nuk të lëshojnë për digasteret ministrore, sepse dikon dhe e ki pas njerëz i ki aty në kuvend që i ki detyru me gjujt me zoll kuvendin e Kosovës, ndërsa sot ja kine deputet në kuvendin e Kosovës, disa e kishti me vjedh në emën tonin, e disa krejt ato krime që i keni bo energetike, i ki bo ti, Masha, ka qenë vetë Albin Kurti, ndërsa të tjerët kanë qenë eksponent të cilët sot asë nuk po mundën me gjyku, për shkak se zoti Kurti nuk po lejon. Bane mërë edhe 25 ministri, e dojnë me partnerët që po donë, po mos e bloko vendin.